në aksionin e sotëm, nga 18 kryesues dhe 50 komisioner janë intervistuar gjithsej 15 kryesues dhe 43 komisioner. 15 kryesues aktualisht janë të ndaluar për 48 orë dhe brenda afatit ligjor prokuroria do të vendos në lidhje me masën e sigurisë. Po ashtu, për 43 komisionerët e tjerë, jemi duke në vlerësim e sipër në lidhje me ndonjë masë eventuale, pasi që në këtë rast ka qenë të angazhuar 2 prokurorë të Departamentit për Krime të Rënda dhe deri më tani kemi mbledhur të gjitha provat materiale dhe ato personale kryesore, por që hetimi do të vazhdoj edhe me tutje, edhe për kryesuesit dhe komisionerët e tjerë, të cilët sot për arsye të ndryshme, ose ka qenë jashtë vendit, ose nuk kemi arritur që të kemi prezencë në drejtorinë anale të policisë, për të njëjtën do të vazhdohet me tutje me procedurë, sikurse kemi mbledh provat deri më sot. Për të gjithë të lartësekurit është nycuar rasti për veprën penale falsifikimi i rezultateve të votimit. Në ndërkohë, gjatë fazës tjetër të hetimeve, kurdo që sigurohen prova të tjera për çfarëdo vepre tjetër penale, sigurisht që prokuroria do të veprojë.